Derbi dy skuadrave të rajonit të Pollogut mes ekipit Besa e Dobërdollit dhe Gosivarit, që u zhvillua në kushte teje të vështira atmosferike, përfundoi me fitoren e Niko Qirve me rezultatin 2-1. Selmani dhe Shefiti ishin autor të golave për Besën, teksa për Gosivarin shënoi Kalanoski. Me këto 3 pikë Besa shton gjasat për ta siguruar mbijetesën. Këtë pas përfundimit të ndeshjes e pohoi autori i golit të parë, Remzi Faik Selmani. Ishte një ndeshje shumë e vështirë, se shihni edhe vetë kushtet ishin shumë të rënda, atmosferike. Ftohti i madh këtë ndeshje na e bënte të vështirë që të vrapojmë, kemi më të lirë ndeshje, por në fund ja dolëm. Shënuam 2 gola, morëm 3 pikë, jemi shumë të lumtur si ekip dhe shpresojmë që ta vazhdojmë këtë seri. Kjo fitore do na ndihmoj shumë të ndihemi më lart në tabelë, largohemi nga kjo situatë e rrezikut që jemi poshtë tabelës dhe shpresojmë edhe ndeshjen e ardhshme të bëjmë këtë gjë, të marrim 3 pikë dhe dal ngadalë sigurojmë jetën. Ndërkaq klubi i futbollit Gostivari në rrjetet sociale ka kërkuar falje fansave të tyre pasi nuk kanë arritur objektivat për të luftuar titullin kampion. Ju kërkojmë ndjes që i kemi zhgënjur tifozët tanë në fillim të sezonit pasi kishim dhënë shpresë për titull dhe kualifikim në Kupat e Evropës në fillim të sezonit. Nuk kemi justifikime, nuk kemi asgjë për të thënë. Ne ju zhgënjyem. Na vjen sinqerisht keq, thuhet në një njoftim të KF Gostivari. Fitore ka marrë edhe Shkëndia, ku në Kavadar mundi t'i ktheshin me golin e vetëm të Liridon Latifit. Shkëndia me 3 pikët e fituara në Kavadar tani kryeson me 56 pikë. Pas ndeshjes, trajneri Jeton Beqiri u shpreh kënaqur me këtë fitore që jep siguri për të fituar titullin kampion. Është një fitore e rëndësishme, por më e rëndësishme për mua është se si u duk Shkëndia dhe si luajti gjatë 90 minutave, si me lojtar më pak, si me lojtar barabartë. Kemi problem disa momente me cinizmin, me realizimin e rasteve, por normalisht edhe tensioni dhe dëshira shumë e madhe të futbollistëve dhe si duket mungon ajo qetësia e momentit fundit. Por është e rëndësishme të merren 3 pikët dhe nga ndeshja në ndeshje, pastaj edhe këto gjërat vinë duke përmirësuar normalisht. Ndërkohë Voska Sport është mundur në shtëpi me përmbysje nga Sileksi me shifrat 1-2, edhe pse deri në minutën e 85 ishte në epërsi. FC Shkupi edhe Rabotnički në Çajir i ndajnë pikët duke luajtur me barazim pa gola, ndërsa AP Brera në Strumic pësoi nga Vardari 0-2. Të shtunën Struga Trimlum mundi Pelisterin me rezultat të thellë 4-1. Pas javës e 26, tabelën e kryeson Shkëndia me 56 pikë, e ndjekur nga Sileksi që ka 52 pikë, Rabotnički me 49 pikë dhe Gostivari me 44 pikë.